Kujtojmë edhe njëherë që Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit po zhvillon mbledhjen për shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë posaçme SPAK drejtuar Kuvendit të Shqipërisë për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres dhe njëherësh deputetes Belinda Balluku. Këto janë plane që na vijnë nga mbledhja ku janë të pranishëm drejtuesi i ri SPAK Lodian Braho si dhe prokurorët Dorina Bejko dhe Dritan Prençi. Mbledhja e Këshillit të shoqëruar me debate mes palëve lidhur me transparencën e procesit. Partia Demokratike ka kërkuar që mbledhja të jetë e hapur për medjen dhe për publikun deri në momentin kur prokurorët e SPAK të paraqisin informacionin e klasifikuar si sekret hetimor. Ky qëndrim nuk është pranuar as nga përfaqësuesit e shumicës dhe as nga prokurorët e SPAK, të cilët kanë kërkuar që i gjithë procesi të zhvillohet me dyert të mbyllura. Ndërkohë zëvendës kryeministrja Belinda Balluku marrë pandehur për shkeljet me tenderin e tunelit të Llogaras dhe 7 lote të Unazës së Madhe, 450 milion euroshe, ka vendosur që të paraqitet në këtë këshill me avokatin e saj ditën e sotme.